Sot ju ftojmë në një udhëtim magjik, në zemër të natyrës, në një vend ku toka dhe uji përqafohen, ku qielli pasqyrohet në sipërfaqet e qeta dhe ku jeta pulson në çdo cep. Po flasim për ligatinat, këto oaze të gjalla që janë shtëpi për qindra lloje shtazësh dhe bimësh. Çfarë janë ligatinat? Ligatinat janë toka të lagështa që shpesh ndodhen pranë lumenjëve, liçenjeve apo burimeve natyrore. Ato janë teje të rëndësishme për mjedisin. Filtrojnë ujin, ruajnë ekuilibrin e ekosistemeve dhe ofrojnë streh për shumë zogjë shtektar. Në ligatinën e Hencit, një nga më të bukurat në Kosovë, nisi aventura jonë këtë pranverë. Së bashku me fotografin e natyrës, Arjan Mavriqi dhe me fëmijët kureshtar të SOS Kopshtit, zbuluam një botë që merr frymë me krahët e zogjve. Pam rosa që notonin qetë, shqiponja që fluturonin lart në qiell, qafka të purpurta që fshiheshin mes kallamishteve dhe bretkosa që kërceu plot gëzim pranë bregut. Fëmijët vëzhgonin me sy të mëdhenj dhe zemra të hapura, duke mësuar për çdo krijesë që takonin. Vendosën edhe ushqim për zogjt, një gest i vogël që tregonte dashurinë e tyre për natyrën. Kjo vizit ishte pjesë e projektit ku ikin shpezët shtektar, i cili nisi në vjeshtën e kaluar dhe tani po vazhdon me fazën ardhja e shpezëve shtektar në Kosovë. Kësaj here përjetuam jo vetëm rikthimin e zogjve, por edhe rilindjen e ligatinës me ardhjen e pranverës. Fëmijët kishin plot pyetje për Arjanin. Si e gjejnë zogjt ushqimin? Kush i ngroh vezët? A duhet t'i ushqejmë ne? Fillimisht duhet bërë ngrohja e vezëve, pastaj të qielin zogjt nga ato vezë. Zogjt më shumë t'i hajnë insekte. Dikun deri në 500 milion ton insekte i hajnë zogjt çdo vit. Pra insektet, pastruesit më të mëdhej të insekteve janë zogjt, shpend, shtektar dhe jo shtektar. Mos me konë shpend, na nuk mundemi kurrësysh me i menaxhu situatën e numrit enorm të insekteve. Pra, nëse ndonë ndonjëherë është një ftofë shumë i madh, apo kupton? Është ftofë shumë i madh, atëherë ne duhet t'i ndihmojmë me ushqime, vetëm në ato raste. Por ato për një periudhë sot ta kalojnë atë rrezikun e ftoftit. Pastaj duhet t'i lëmë prapë të ushqien vetë, të mos e humbin asesi instinktin e të ushqyrit vetë. E Arjani, me durim dhe dashuri, u shpjegoi se natyra ka mënyrën e saj për të kujdesur për gjithçka, por edhe se si ne mund të ndihmojmë, pa e prishur ekuilibrin e saj. Në fund, secili fëmijë mblodhi gjethe, lule dhe gur të vegjël për të krijuar korniza pranverore, kujtime të vogla nga kjo ditë e madhe në ligatinën e Hencit. Kjo ishte një ditë kur fëmijët u bën vëzhgues, natyra u bë mësuese dhe të gjithë ne kuptuam se sa e rëndësishme është të duam dhe ta ruajmë botën që na rrethon. Shihemi në aventurën tjetër, ku ngjyrat, pyetjet dhe buzëqeshjet nuk do të mungojnë.